Kancelari gjerman Friedrich Merz ka premtuar shumë. Qeveria e tij dëshiron ta bëjë ushtrinë gjermane, ushtrinë më të fortë konvencionale në Europë. Për të arritur këtë, ajo duhet të marrë të gjitha burimet financiare që i nevojiten. 5 muaj më vonë ky njoftim po merr formë konkrete. Dokumentet e brendshme qeveritare të siguruara nga Politico tregojnë se Bandweiser synon të punojë për një riarmatim gjithëpërfshirës. Sipas një liste prej 39 faqesh, një përmbledhje planifikimi e prokurimeve të planifikuara të mbrojtjes, investime totale të dëshiruara në sektorët toksor, ajror, detar, hapësinor dhe kibernetik arrin në 377 miliardë euro. Të marra së bashku, kjo përfaqëson një plan gjithëpërfshirës për modernizimin e vonuar të ushtrisë së Gjermanisë me një fokus të qartë në industrinë vendase. Koha nuk është një rastësi që nga pranvera qeveria e Merzit ka shtyrë përpara një model të ri financimi për ushtrinë gjermane. Shpenzimet e mbrojtjes do të përjashtohen përgjithmonë nga frena e borxhit. Kjo do të mundësonte një rritje afatgjatë të buxhetit për mbrojtjen, përtej fondit special prej 100 miliardë eurosh, pothuajse të shtëruar nga mandati i kancelarit Olaf Scholz. Pas rregullimeve të mëtejshme në listë, projektet më vonë do t'i paraqiten Komitetit të Buxhetit të Bundestagut në transhe më të vogla sapo të jenë gati për vendimarrje. Të gjitha prokurimet mbi 25 milion euro kërkojnë miratimin e komitetit. Sipas dokumenteve, Bandweiser po planifikon rreth 320 projekte të reja armatimi dhe pajisjesh në ciklin e ardhshëm buxhetor. Nga këto, 178 tashmë kanë një kontraktor të caktuar, ndërsa pjesa tjetër janë të hapura. Një tregues se shumë projekte janë ende në fazën e planifikimit. Kompanitë gjermane dominojnë projektet e finalizuara tashmë, rreth 160 projekte me vlerë, afërsisht 182 miliardë euro janë nga ofruesit vendas. Sipas dokumentit, Rheinmetall do të jetë përfituesi kryesor. Kompania me seli në Düsseldorf dhe degët e saj paraqiten në 53 linja projektesh, me vëllim total prej më shumë se 88 miliardë eurosh. Rreth 32 miliardë euro do të rrjedhin direkt nga llogaritë e Rheinmetall, me 56 miliardë euro të tjera për degat dhe sipërmarrjet e përbashkëta, për shembull për programet e tankeve Puma dhe Boxer, të cilët operohen së bashku me kompaninë e mbrojtjes KNDC. Në përputhje me rrethanat, 687 automjete luftarake këmbësorie Puma, 662 automjete luftarake dhe 25 transportues të blinduar personeli do t'i dorëzohen ushtrisë gjermane deri në vitin 2035. Në fushën e mbrojtjes ajrore, ushtria planifikon të blejë 561 sisteme Sky Ranger 30 për mbrojtje nga dronë dhe mbrojtje nga afër, një projekt i Rheinmetall në menaxhimin e vet. Kjo do të plotësohet nga miliona granata dhe fishek pushkësh. Sipas dokumentit, Bandweiser planifikon të blejë 14 sisteme të plota Iris TSLM me vlerë 3.18 miliardë euro, 396 raketa të ngjashme për 694 milion euro dhe 300 raketa me rreze të shkurtër veprimi Iris TLFK për 300 milion euro. Të gjitha këto arrin në rreth 4.2 miliardë euro, një nga programet më të mëdha të vetme në fushën e mbrojtjes ajrore. Dronët gjithashtu po luajnë një rol më të rëndësishëm në planet e ushtrisë gjermane. Ajo synon të pajisë flotën e saj të armatosur Heron TP, të operuar së bashku me EAI të Izraelit me municione të reja për rreth 100 milion euro.